përballen më shumë me këtë personazhin, E shikon edhe do shkoj vota ndoshta për Kristin apo për Mirin apo për Lorin që ai po zihet me. Këtu është koncepti, domethënë, që mendoj unë, ndoshta jam gabim, se publiku shikon që të gjitha. Domethënë, sa më shpesh të jetë ai në reelsat e Instagramit e tjerë, se tash jemi realist, ju gjithë kanë kohë që të rinë 24/7 në televizor, po do rinë në... Zërin tërë ditën duke parë ne. Kam punë të veta në Instagram, do dalësh TikTok, do dalë një meme, do dalë një share, do dalë diçka që të kenë parasysh profilin e gjithkujt. Por gjithsesi, Kristi vazhdoi të mendoj që tha Greta do ju nxjerrë juve me zarf zi, dhe po pres tash. Kë do nxjerrësh ti të parin me zarf të zi. Ajo ka ardhur të na nxjerrë me zarf të zi. Po, mirë të Kristit. Një ëngjëll i vërtet, e veshur si një bombone, do të na nxjerrë me zarf zi. Bombone. O zot. Imagjino kur ka thënë te Mali, ti je Pako. Si Pako? Pako, poste. Që Miri të qonë të sjell. Ty? Bon, po. Që ku kishte me ty? Thash, Ti s'ke lidhje fare me Mirin, ti as flet fare. Se jam femër dhe ti ke dhe motor vetë dhe është shumë e turpshme. Ti thush një femër, se ai vetë bën drama kur i thonë kafshë kështu, edhe nuk duhet thonë. Po kjo çaj bie tani? Çaj bie? Shumë gabim. Gabim shumë bilës. është akoma më rënd, Pako, gjas me ping-pong si dit.